Zyra për të rinj e komunës së Bujanocit sot kishte organizuar një manifestim kushtuar ditës së pranverës. Me këtë rast në qendër të Bujanocit ishin grumbulluar një numër i konsiderueshëm i të rinjve. Është hera e parë që Zyra për të rinj organizon ditën e pranverës në sheshin e Bujanocit. Pra kemi marrë një aktivitet kështu gjithë Zyra për të rinj me gjithë aktivistat e tyre që të bëjmë një organizim këtu në sheshin tonë. Duke falemnderuar pushtetin lokal, faleminderit komuna Bujanocit dhe kryetarin. Pastaj aktiviteti i radhës është që përpara komunës të mbjellim barin dhe mbrapa shtëpisë kulturës ku janë të vendosur ata konjë të njerët, kemi hekur ata të vjetrit dhe kemi pruar disa të rinj dhe kemi vendosur që ata t'i rrethojmë ashtu, si i thejmë ne, një skelet të punuar nga ne, nga druri dhe me ngjyra të ndryshme të bëjmë zbukurimin e tyre. Pra këtë do me thonë që një organizim i këtill nga Zyra jonë është hera parë, po është një ndër aktivitetet e radhës të bërë nga Zyra për të rinj. Zyra për të rinj vepron në kuadër të komunës së Bujanocit, ndër të tjera shuhet për organizimin e aktiviteteve kulturo-sportive, si dhe trajnimeve me karakter edukativ arsimor.